që në moshën 20 vjeçare Sofie Pano ja kushtoi jetën shërbimit dhe kujdesit për të moshuarit në shtëpinë e të moshuarve në Shkodër. Për plot 42 vite qëndroi pranë tyre duke u bërë dorë ndihme për tjetra të moshuar, por jeta nuk ishte e lehtë për të. Pas gjithë atyre viteve në shërbim, e moshuara u përball me diagnozë të rëndë kancer. E vetme pa fëmijë, Sofia vendosi të strehohet aty ku kishte shërbyer për dekada, pasi kishte nevojë për kujdesje. Unë kam hinë punë 20 vjeqe. Kam punu 42 vjetë. Unë atë në shtëpi s'kisha që mbahë dhe erdhe vendosa të azili pleshve. Masi e thash kam punu, më tha drejtori do të vesh këto, se s'ka kush, se o do të me donë me bleu, do të me ba me hangër, unë si shazoje, vetem nuk u rritën në shtëpi, se për të zëtë ja i smun, ja i urizumja, ja këto. Ja, fëmi s'kam pas fëmi, edhe detorove martë këto, vetëm për jatë punë. U bona e smurë, dhe më tha me herë në diskali herë, atëherë edhe kur më thone që ke kancer, mos me mëra tavanin tokë. Shkova, vizitova, u operova, edhe më tha drejtori hajde këtu sot bëjmë dokumentat, kam ardhë, është i staf, më kanë marrë të më plamë dorës me diftu drejten, është i staf shumë i mirë, të fillu të drejtori e të marru të më vogli. Unë jam mjezekunisht e knaqën, se mos me pak e në knaqën kisha hikë. Sa u bërë nësë mundë, më thanë që s'musha me najnë shpi, se ta ma në mërzita, se u qosh, dosha mu qoh me zi, u qosha, jam e marrë këtë, jam e marrë, kush nuk ishte me malan, edhe dëtërova me artë azili pleqeve. Sofia thotë se kjo tashmë është shtëpia ime dhe se nuk do të largohem më nga ky vend. Taman ja unë he për vedi, jam taman si shpita me. Tashmë s'koj vjetë. Unë për zotë me diftu dhejtë jam shumë e lumëtën. Ti mund të thush pëse, edhe kam punu dhe ja di. Tha që edhe jem kam në mund drejtori ishqo me kretë stafi, kretë ta personele, që ke nevoj sof. Ja, asë një s'ka kënë dëkar, se s'ke nevoj më ardhë këtu. Po nuk e anohet taj tjetëri, sa ka nërë kohnat shumë të vështira. Del, shkaj, kam mend me shku në Itali, se kam motrët atje. Të shka funë e mujtë. Unë për vedi e mirë, se unë dalë, nuk rri. O shkajnë Tiranë, se kam njerëz. O shkajnë beja të e me motër. Mendë se kam. Asë më shka me belem thot e me motër, kemë ardhë këtu, po bajtan dokumenta që me të bëha bashkem familjara, që adi si gjë. I thavi falim e nërës. Nuk mu, unë kam kënë, kam nëj një mujë e kam iki. 66 vjeçarja ka edhe një mesazh për të rinjt. Mi dosh nënat fort. Taman mi dosh nënat e mi dosh dhe mi respektu. Se dhe që tjetë puna nënës lehet, as baba. Se të kanë bërë kryte, ti të shme shku për i gru. Se fut, gratë janë ata që nuk të dojnë nënat. Kjo është historia e Sofie Panos, e cila e nisi jetën duke u kujdesur për të moshuarit dhe po e përmbyll mes tyre. Për 42 vite u kujdes për të moshuarit, ndërsa prej një viti ajo tashmë është kthyer në banore në shtëpinë e të moshuarve në Shkodër.